Mes lotëve dhe emocioneve gjesti tregon linjën e jetës së tij. Jemi 3 fëmijë në shtëpi, kemi jetuar në një shtëpi në kushte shumë të vështira. E kemi pas shumë të vështirë. Kam bërë shumë gjëra që nuk duhet i bëja. Ja nisa me pija shash që në moshë 12 vjeçare. Nuk isha më vetja, si isha më besarti. Vendosa të largohem. Ja nisa me u fal, po shikoja që po shkoja poshtë, po bëja mëkat. Për herë të parë, ja kam parë lotin në sy prej djalit të vet, kur babi e mësoi që konsumoja drogë. Në moshën 18 vjeç, vendosa të ikja larg familjes. Babi nuk ka dasht, s'ka pas mundësi babi. E vetmja rrugë ishte të largohesha, t'i lëndoja dhe të shkoja në shtëpi dhe t'u thoja ja dola. Shkova në Prishtinë, s'kisha as me ngrën as me pi. Nuk kanë ditë asgjë për mua ata. Kam shku në studio të muzikës, u kam shkru, s'ma hapi askush derën. E pash që këtu duhet me ja dal vet. Mamin e kam legjend, besoj se më ka kuptu. Për ata jam këtu, me i mbajt. Më ka shkatru malli për ata, dua t'i shoh. Unë jetoj për ata, dua me i pa mirë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.